Në qoftë se krahasojmë të dhënat gjatë 3 viteve të fundit, 2025, 2024 dhe 2026, e kemi një rënje të lehtë të numrit të rasteve të viktimave të dhunës në familje. Po ky 6 mujor premton që në qoftë se vazhdon ky trend nuk do të jenë mbi 2600 raste, që do thotë se do të jenë 100 deri 200 raste më pak se në vitin 2025. Mirë, po kjo prapë mbetet shqetësuese për gjithë ne, sepse nuk mund të themi që jemi të kënaqur derisa i kemi edhe 2500 raste të dhunës në familje. Dhe po flasim vetëm për rastet e paraqitura, sepse çdo herë supozohet dhe gjitha ulëmtimet kanë treguar që kemi edhe shumë raste të cilat nuk janë paraqitur dhe nuk paraqiten për arsye të ndryshme, qoftë në institucionet e sigurisë, qoftë shërbimet sociale apo diku tjetër. Po faktorët janë të ndryshëm, pothuajse secili rast i ka specifikat e veta. Mirë, po rrjetet sociale në një anë, problemet ekonomike brenda familjes, përdorimi i substancave narkotike pothuajse janë ndër faktorët kryesorë të cilët mbizotrojnë në raste të dhunës në familje. Pa i përjashtuar edhe raste tjera, sepse ne kemi edhe njerëz me probleme të shëndetit mendor, që nuk mund ta menaxhojnë vetveten, pastaj ka edhe probleme pronësore, ka edhe probleme brenda familjes, pra po flasim edhe përmes fëmijëve dhe prindërve, jo vetëm mes bashkëshortëve, që janë specifika të ndryshme, natyra të ndryshme të rasteve. Po këto janë shumë shqetësuese, sepse një shoqëri sikur ne të kemi diku rreth 3000 raste të dhunës familje brenda vitit, është shumë shqetësuese. Dhe ne edhe pse kemi marrë masa të ndryshme, kemi zhvilluar mekanizma, qoftë në nivelin lokal, qoftë në nivelin qendror, pastaj janë disa masa tjera si vendosja hallkave, ashpërcimi i dënimeve me kodin penal, ashpërcimi i dënimeve me ligje të ndryshme, të cilat kanë ndikuar deri diku në zbutjen e këtyre rasteve, mirë, po prapë shohim që nuk është efekti i arritur. Mendojmë që ende duhet të bëhet një sensibilizim dhe ato qysh në moshat e hershme, qysh prej shkollës fillore, shkollës mesme, në mënyrë që familjet ose çiftet e reja të jenë të përgatitura për hyrjen në martesë dhe për mos ushtrim të dhunës në familje. Po dënimet asnjëherë nuk kanë rezultuar si të shëndosha, sepse pas një dënimit pastaj shpërsohet edhe më tutje situata brenda familjes. Unë mendoj që duhet të punohet në parandaljem dhe në reintegrim social të këtyre rasteve të cilat ndodhin. Pra me ngritjen e vetdijes rreth parandalimit, besoj që ky do të ishte hapi i parë. Njëkohësisht edhe një lloj këshillimore paramartesore para se këto çiftet që të hyjnë në martesë do të ishte shumë efikase në mënyrë që të përgatiten çiftet se çka i gjen në martesë, pra cilat janë përgjegjësitë dhe obligimet brenda martesës. Gjitha këto varen prej një vendimi të gjykatës edhe për raporteve ndërpersonale brenda familjes. Policia nuk mund të parandaloj sa do të bashkohen apo jo, mirë, por nëse ekziston vendimi i gjykatës ose nëse është urdhër mbrojtës, atëherë policia është e obliguar që ta përcjell atë urdhër mbrojtës. Përndryshe vendimet janë shumë herë edhe vetanake të vetë çiftit, mirë, por kur janë edhe vendimet me vendim final të gjykatës, atëherë domosdoshmërisht duhet të zbatohen dhe ato nuk mund as të kontestohen. Ka raste kur nuk janë përfill këto vendime, ka raste kur kanë dështuar edhe institucionet, mirë, por rastet janë shumë të rralla dhe në shumicën e rasteve i kanë marrë edhe vendimet ose dënimet e merituara ato raste të cilat e kanë shkelur urdhrin mbrojtës.